2 ditë pasi kryeministri Rama premtoi rritjen e pensioneve në 200 euro, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili prej kohësh e ka pasur këtë premtim, i bëri ftesë liderit të mazhorancës të mbledh parlamentin të votojë rritjen e pensioneve. Berisha ka sjellë në vëmendje se disa muaj më para i depozitoi projekt ligjin për vendosjen e minimumit jetik në masën 200 euro, duke theksuar se mjafton që Partia Socialiste ta votojë këtë ligj, e zgjidhet edhe problemi i pensioneve. Ligji i minimumit jetik sillte në mënyrë automatike pensionin minimal 200 euro. Sepse nuk mund të kishte pas vendosjes minimumit jetik asnjë shqiptar që merrte në dën 200 euro. Në qoftë se Edi Rama do të provojë se nuk është një rrenc 2 metra, le të vi ta votojmë nesër në parlament, ta thrasim parlamentin, ta votojmë ligjin. Ja, të vi nesër. Kryetari i Partisë Demokratike prezantoi sot një paketë ulje taksash në sektorin e ndërtimit, që synon të sjellë uljen e çmimeve për apartamentet. Taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes shfuqizohet. Tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit shfuqizohet. Tarifa e rivlerësimit të pronës do ulet nga 5 në 1%. Si mundet të përballen njerëzit me rrogat më të ulta, me çmimet më të larta për strehim. Nga ana tjetër, Berisha premtoi luftë ndaj krimit, paratë të cilit sipas kryetarit të Partisë Demokratike janë futur në ndërtim. Merri kulla, që ne i quajmë monumentet të drogës dhe korrupsionit. Është e faktuar që 80% e financimit tyre nuk vjen nga bankat, vjen nga nën toka. A e dini ju kush është në këmbësja e Ramës për lejet dhe për projektet? Ajo është zonja Rocco, motra e 2 lejtnantëve të Suelçes. Faktikisht, lejet e ndërtimit dhe projektet i menaxhon Edi Rama me Suelçelen. Kjo është e vërteta. Krahas premtimeve në fushën ekonomike, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti vendosmërinë e tij për të zhbërë reformën në drejtësi, e cila sipas tij ka dështuar.